Ish kryeministri Sali Berisha ka vijuar sulme ndaj kryeministrit Edi Rama duke akuzuar për manipulim të procesit të votës së emigrantëve dhe për mbajtjen e fshehtë një mesazhi nga SBA-ja lidhur me çështjet e McGonigal. Në një deklaratë për mediat, Berisha pretendoi se Rama ka marrë një sinjal të qartë nga autoritetet amerikane për skandalin e ish zyrtarit të FBI-s Charles McGonigal, por nuk e ka pranuar publikisht. Mori atë që deshi ai. Po mesazhi im ishte tjetër. Kur I thash atë ka ardhur një mesazh, nuk kisha parasysh vizën, nuk kisha parasysh Charles McGonigalin. Nuk tha jo. Çka do të thotë që atë një hosten e ka marrë atë, sepse ai shkallmim publik I tij nuk ka shkak tjetër. Sigurisht. Në një tjetër akuzë të drejtë për drejtë, ish kryeministri cilësoi qeverinë dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si instrument të Ramës për të kufizuar pjesëmarrjen e emigrantëve të votimit në 11 maj. Sipas tij, KQZ-ja me urdhër të kryeministrit refuzoi të zgjasë afatin për regjistrimin e votuesve nga diaspora, duke penguar mijëra shqiptar jashtë vendit të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Refuzimi kategorik I Edi Ramës dhe përfaqësuesit të tij Damian Gjiknuri dëshmon frikën dhe tmerrin që I ka kapur ata dhe partinë e tyre të krimit nga vota e lirë e shqiptarëve jashtë vendi. Ky refuzim është një shkelje madhore e kushtetutës së vendit. Ky refuzim është përjashtimi nga e drejta e votimit e të paktën sipas shifrave zyrtare të 500.000, por shifra të tjera flasin për 800.000 shqiptarë jashtë vendi të cilët I kanë patur dokumentat e skaduara. Pa përfshirë këtu. Në përfundim të deklaratës së tij, Berisha siguroi se Partia Demokratike nuk do të jetë pengesë për voton e diasporës dhe do të mbështesë çdo iniciativë që garanton të drejtat e emigrantëve në zgjedhjet e ardhshme.